Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK ka vendosur sekuestro preventive mbi 128.3 milionë euro në kuadër të hetimeve për çështjen e Zvërnecit. Vendimi i datës 10 qershor lidhet me sekuestrimin mbi 128 milionë eurove në llogarinë e noteres Amela Mukaj, që janë përdorur në 3 blerje tokash në Zvërnec. Sipas SPAK, paratë do të kalonin për kontrata me persona që kanë në pronësi tokat: Artur Shehaj, Ferdinand Sulaj dhe Burbuqe Sulaj. Vendimi është marrë në kuadër të hetimeve për çështjen e njohur si dosja e Zvërnecit. Vendosja e sekuestrove preventive mbi pasuritë e luajtshme, shuma monetare me valutën euro të ndodhura në llogarinë bankare të noteres publike Amela Mukaj, person fizik si më poshtë vijon. Shuma e parave, 110 milionë euro sipas kontratës së shitjes në numër 2062, numër 1166, datë 24 prill 2026 me PAL, Artur Shehaj edhe Albania Land Development SHPK, e ndodhur në llogarinë e noteres Amela Mukaj, person fizik. Shuma e parave, 10 milionë euro me palot Ferdinand Sulaj dhe Burbuqe Sulaj edhe Albania Land Development SHPK. Shuma e parave, 6.000 euro sipas kontratës me palot Ferdinand Sulaj edhe Burbuqe Sulaj edhe Albania Land Development SHPK.